Përshëndetje, jeni me lajmet e orës 15 në RTK. 34 kryesuesve të qendrave komunale të numërimit nga 43 të intervistuarve u është shqiptuar masa e ndalimit për 48 orë, ka njoftuar për RTK-n Prokuroria Themelore e Mitrovicës. Në njoftim të mëhershëm, Prokuroria Themelore në Mitrovicë njoftoi se ka urdhëruar hetimet rajonale Jug dhe Veri të Policisë së Kosovës që të intervistohen 43 kryesues të qendrave komunale të numërimit të komunave Mitrovice Jugut, Mitrovice Veriut, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan për shkak të dyshimeve për manipulim të numërimit me vota në zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025. Prokuroria Themelore në Mitrovicë dhe Policia e Kosovës thonë se mbetën të përkushtuar në mbrojtjen e votës së lirë të qytetarëve dhe trajtimit të çdo rasti të dyshuar me synimin e mbrojtjes së integritetit të procesit zgjedhor dhe sundimit të ligjit. Ecim tutje, Policia e Tiranës finalizoi me sukses operacionin lockdown pas një hetimi 2 mujor proaktiv. Janë arrestuar 4 persona që dyshohen për trafikim armësh nga Kosova, ndërsa janë sekuestruar 8 armë zjarri, pjesë armësh, municion e 3 radio policie, 1 jelek multifunksional dhe 9 celular. Ambienti ku montoheshin dhe magazinoheshin armët u zbulua në selit. Materialet procedurale ju kaluan prokurorisë për veprime të mëtutjeshme. 4 persona u arrestuan nga policia pasi dyshohet se trafikonin armë zjarri kryesisht nga Kosova në Tiranë, me qëllim shitjen e tyre. Në pranga u vun Gloris Nezaj, Rezarto Rumi, Klevin Caushi dhe Ardian Caushi. Sipas bluve të kryeqytetit, këta shtetas magazinonin dhe modifikonin në zonën e Selitës armët e sjella nga Kosova. Gjatë kontrollit në ambientin e përshtatur për modifikim në armëve dhe banesat e të arrestuarve, policia gjeti dhe sekuestroi 8 armë zjarri, 5 pistoleta dhe 3 automatik, pjesë të ndryshme armësh, 1 armë gjau, krëra dhe municion luftarak, 3 radio si ato të policisë, jelek multifunksion dhe 9 celular. E pas konstituimit të legjislaturës së re, Kuvendi i Kosovës duhet të miratoj vendime urgjente për funksionimin e shtetit. Prioritetet përfshin miratimin e buxhetit 2026, ratifikimin e planit të rritjes së BE-s, marrëveshjet me Bankën Botërore, financimin e Radio-Televizionit të Kosovës dhe komunave. Naim Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se Kuvendi duhet të zbatojë gjykimet e gjykatës kushtetuese për ligjin e pagave në sektorin publik, duke garantuar sundimin e ligjit dhe stabilitetin institucional. Në përvjetorin e vrasjes, presidentja Vjosa Osmani bëri homazhet e varri Elfete Humollit në Lupç të Poshtëm, ku vendosi kuror lulesh dhe nderoi edhe vëllain e saj, mentorin dëshmor në Koshare. Osmani tha se guximi i Elfete Humollit dhe mentorit frymëzon brezat dhe tregon se dashuria për dheun nuk ka çmim. Homazhe në këtë përvjetor ka bërë edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti. Ai kujtoi guximin e Elfetës dhe pjesëmarrjen e saj në demonstratat e 90-jetës, si dhe rolin simbolik të familjes Humolli në qendresën e popullit. Kurti vuri në pas se sakrifica e Elfetës dhe vëllait të saj mentor Humollit përfaqëson themelet e lirisë dhe shtetit të Kosovës. Policia e Kosovës raporton se në Prishtinë 4 persona u përfshin në një përleshje me armë dhe goditje me vetur. Një i dyshuar është arrestuar, ndërsa të lënduarit janë dërguar në QKUK. Në Gjilan u konfiskua drogë dhe i dyshuari është në Arati, ndërsa në Ferizaj 2 shtetas të huaj u arrestuan me mbi 9 kg narkotik. Në Pej 2 të dyshuar për grabitje u dërguan në mbajtje, ndërsa në Mitrovicë u raportua një vjedhje e 2 kapakave të gazit. Policia kufitare ndaloi 2 shtetas të huaj për kalim të paautorizuar kufiri. Statistikat e përgjithshme tregojnë 13 aksidente me të lënduar dhe 11 persona të arrestuar. Ndërkohë, Shërbimi Korrektues i Kosovës dhe Departamenti Shëndetësor i Burgjeve njoftuan se i burgosuri me inicialet EG u gjeti varur në dhomën e tij në burgun e sigurisë së lartë të shtunën në mbrëmje. Sipas njoftimit, pavarësisht ndërhyrjes së stafit korrektues, ekipit mjekësor dhe emergjencës së qytetit,
nuk u arrit që ai të rikthehej në jetë. Ai ishte i dënuar për 2 vepra penale të dhunimit dhe do të lirohej më 1 mars 2028. Lidhur me rastin janë njoftuar policia dhe prokuroria dhe se hetimet janë në zhvillim. Gjatë vitit 2025, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim arriti një nivel rekord investimesh në Kosovë, duke shpenzuar 117.3 milion euro përmes 28 projekteve në sektorin privat. Shumica e investimeve u fokusua në projekte të gjelbra dhe ndërmarrje të vogla e të mesme, duke përfshirë edhe transaksione ndërkufitare për zgjerimin e kompanive kosovare në rajon. Bergh vazhdoi mbështetjen e projekteve kapitale, financimin e digitalizimit dhe iniciativat për gratë dhe rinin në biznes, duke kontribuar në forcimin e sektorit privat dhe qëndrueshmërisë ekonomike të vendit, që nga fillimi i veprimtarisë së saj, banka ka investuar rreth 900 milion euro në 146 projekte në Kosovë. Vazhdojmë me informacionet e tjera të ditës. Për shkak të mjegullës dhe erave të forta, 2 teleferik në Brezovic nuk janë në funksion sot, ka njoftuar nga kompania menaxhuese e skimit në Brezovic, Inex Sharp Planina. Vendimi synon të mbrojë skitarët dhe infrastrukturën. Presidenti Amerikan Donald Trump ka folur për herë të parë rreth dosjeve të reja të Epsteinit të publikuara të premten, ndërsa kryeministri britanik Keir Starmer bëri thirrje që ish princi Andrew të dëshmojë para Kongresit Amerikan. Donald Trump ka komentuar për herë të parë gjatë natës rreth publikimit të fundit të dosjeve Epstein, duke folur me gazetarët në bordin e Air Force One, ndërsa fluturante për në Florida, presidenti amerikan tha se dokumentet e kishin liruar atë nga akuzat për lidhjet e tij me Jeffrey Epstein. Nuk e pash vet, por disa njerëz shumë të rëndësishëm më thanë se jo vetëm që më liron mua nga akuzat, por është e kundërta e saj që shpresonin njerëzit, siç e dini e majta radikale, ka thënë Trump. Presidenti ka një histori me Epsteinin, me të cilin shoqërohej duke përshkruar atë në vitin 2002 si një djalë të mrekullueshëm që i pëlqenin gratë, por pas vdekjes së pedofilit Epstein në vitin 2019, presidenti tha se ata ishin grindur dhe nuk kishin folur për 15 vjet. Trump përmendet në disa nga dokumentet e publikuara rishtazi, duke përfshirë ato që duket se janë emailët e brendshme nga hetuesit federal nga gushti 2025 që hetojnë akuzat që përfshin atë dhe Epstein. Emailet nuk japin asnjë tregues se ndonjë pretendim ishte vërtetuar dhe hetuesit vunë re se disa nga akuzuesit u konsideruan jo të besueshëm. Por publikimi i fundit përfshin foto dhe shkëmbime e-mailesh, shumë prej të cilave janë redaktuar, detaje rreth pronave të shumta të Epstein, informacione mbi vdekjen e tij në një qeli burgu në New York. Fotot e fundit të dosjes Epstein duket se tregojnë edhe ish princin britanik Andrew në dyshemej me një femër. Publikimi ka rritur presionin politik mbi familjen mbretërore, pasi kryeministri britanik Keir Starmer i bëri thirrje ish princit Andrew Mountbatten Windsor, siç njihet tani, të dëshmojë para Kongresit Amerikan për lidhjet e tij me Jeffrey Epstein. Më shumë se 3 milion faqe dokumentesh që lidhen me autorin e ndjerë të krimeve seksuale, Jeffrey Epstein, janë publikuar nga Departamenti i Drejtësisë Amerikane. Irani është në diskutime serioze me SBA-n, ka deklaruar presidenti Trump, ndërsa kërcënimi i një veprimi ushtarak mbetet i pranishëm. Donald Trump ka thënë se Irani ishte në diskutime serioze pas grumbullimit të forcave ushtarake amerikane aty pranë, ndërsa udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, paralajmëroi se çdo sulm do të shkaktonte një konflikt rajonal. Presidenti amerikan tha se shpresonte që negociatat të çonin në diçka të pranueshme. Nga ana tjetër, zyrtari më i lartë i sigurisë së Iranit, Ali Larijani, tha gjithashtu se një kornizë për negociata po përparante. Trump ka kërcënuar të ndërhyjnë për shkak të ambicieve bërthamore dhe pas shtypjes vdekjeprurëse të protestave antiqeveritare. Amerikanët duhet ta dinë se nëse fillojë një luftë, këtë herë do të jetë një luftë rajonale, u citua Khamenei nga agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Tasnim,
duke shtuar se Trump rregullisht thot se ka sjellë anije, por se kombi iranian nuk do të friksohet nga këto gjëra. Irani pritet të fillojë një stërvitje detare 2 ditore me zjarr të vërtetë të dielën në ngushticën e Hormuzit, që është një nga korridoret më të rëndësishme të transportit detar në botë dhe një rrugë kyçe për furnizimin me energji. Rreth 1/5 e naftës së tregtuar në botë kalon këtë rrugë ujore, e cila është rreth 33 kilometra e gjerë në pikën e saj më të ngushtë mes Iranit dhe Omanit. Në të kaluarën, Irani ka kërcënuar ta mbyllë ngushticën nëse sulmohet. SBA-t kanë paralajmëruar Iranin kundër çdo sjellje të pasigurt dhe jo profesionale pranë forcave të saj në zonë. Si pjesë e ndërtimit të forcave, SBA-t kanë dërguar aeroplanbajtësën e tyre USS Abraham Lincoln dhe në fund të javës së kaluar, komanda qendrore e SBA-s tha se po operonte në detin arabik. Të shtunën, 2 shpërthime në Iran rritën ankthin në vend, ku autoritetet lokale thanë se një shpërthim që vrau një person dhe plagosi 14 të tjerë në një ndërtesë në qytetin portual jugor Bandar Abbas u shkaktua nga një rrjedhje gazi. Ndoqet lajmet në RTK, faleminderit për vëmendjen tuaj, mirupafshim.